do t'i flasim disa pak fjalë rreth çështjes që pak a shumë lidhen në aspektin e fiqhut, jurisprudencës, në çështjen e 6 ditëve të Shevalit. Se pas Ramazanit janë 6 ditë të Shevalit, për të cilat ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Sama Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kana ka siyami dahr." Tha pejgamberi në këtë hadith që sjelli Imam Muslimi, se kush e agjeron muajin e Ramazanit, edhe pastaj e përcjell atë me 6 ditë të Shevalit, nëse përcjell atë me 6 ditë të Shevalit, është sikur me pas agjeru gjithë vitin. Mos si vit të plot. Sikur vitin e plot nëse ke agjeru Ramazanin dhe ja ke ngjit pastaj edhe 6 të Shevalit. Sheval është muaj që vjen pas Ramazanit. Kjo 6 këtu, cilën ndo pjesë të muaj që e zen, nuk ka problem, llogaritë që i ke bën që të 6 Shevalit. Ndash në fillim tash që jemi në fillim, ndash në mes të muajit, dhe eshe në fund të muajit, cilën do prej këtyne që ndjek llogaritë që e ke zonë 6 ditët e Shevalit, dhe është në rregull çështja. Shpërblimin e merr. Cili që nga shpërblimi, sikur me pas agjeru vitin krejt. Nëse s'mundesh edhe krejt mi bën rend, edhe nëse i ban me shkputje, 2-3 tash, 2-3 pak ma ban, 2-3 dhe pak ma ban, me rëndësi me ka brenda që ti muajit Shawal, atë shpërblimin e merr.